Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë edicion të Kritika në 60 minuta. Sonte do të trajtojmë një temë që prek jo vetëm jetën personale, por edhe identitetin ton kolektiv. Dashuria në emigrim, pse zgjedhim ndryshe. Në dekadat e fundit, emigrimi ka ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si të rinj shqiptar ndërtojnë marrëdhëniet e tyre. Gjithnjë më shpesh, shohim zgjedhje partnerësh jashtë komunitetit shqiptar. Ndërkohë që shumë prej këtyre të rinjve janë rritur me gjuhën, kulturën dhe traditat tona. Po pse ndodh kjo? A është kjo një zgjedhje lirë dhe natyrale në një botë të globalizuar? Apo kemi të bëjmë me një distancim të heshtur nga identiteti ynë? Apo të shtojmë si komunitet në ruajtjen e lidhjeve tona kulturore dhe familjare? Sonte, nuk do të japim përgjigje të thjeshta, do të analizojmë, do të kritikojmë dhe do të përpiqemi të kuptojmë më thellë. Çfarë përhumbasim dhe çfarë po fitojmë nga këto zgjedhje? Sepse në fund të fundit, dashuria është personale, por pasojat e saj janë shpesh shoqërore. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Pila. Si gjithmonë, Alma, temat tona besoj janë tema shoqërore të spikatura dhe që janë për komunitetin në përgjithësi janë një domosdoshmëri. E vërtet. Pila, një djalë shqiptar zgjohet në një qytet të huaj, pi kafen i vetëm dhe flet një gjuhë që nuk është e tij. Një vajzë shqiptare shikon nga dritarja dhe ndërron një jetë ku nuk duhet të justifikohet për atë që është. Ata nuk njihen, por kanë një gjë të përbashkët, të dy kërkojnë dashurinë, por jo në të njëjtin vend. Ai kërkon një vajzë që i kujton shtëpinë, ajo kërkon një burr që i jep lirinë. Dhe kështu, në të njëjtën kohë, ne largohemi nga njëri tjetri pa e kuptuar pse. Sonte do të flasim vetëm për dashurinë, por për atë që na mungon si shoqëri. Apo i refuzojnë vajzat shqiptare burrin shqiptar? Jetojmë në një kohë ku kufijt janë hapur, por zemrat ndoshta janë bërë më të ndërlikuara. Djemt shqiptar në emigrim kërkojnë gra shqiptare, ndërsa vajzat shqiptare ndërrojnë burra të huaj. A është kjo zgjedhje? Apo një plagë që nuk e kemi shëruar ende si shoqëri? Alma, mendoj që jo. Ato vajza që kërkojnë një të huaj nuk refuzojnë martesën. Ato refuzojnë mënyrën e të vjetër për të qenur ose për të gjetur një burr. Ato duan një burr të përmasave të tyre. Dhe këtu kemi shumë për të thënë. Për sa i përket vajzave flas. Sigurisht. Po, Pilo, është vërtet. Ne kemi shumë për të thënë për këtë tematikë që kemi zgjedhur. Dhe do të shtoja djemt. Apo kërkojnë gra, apo shërbëtore emocionale? Ja, këtu tani, Alma, qëndron ai ndryshimi që tham. Kjo është një pyetje që dhem, por që duhet bërë dhe ju e bët. Disa djem kërkojnë dashuri, disa të tjerë kërkojnë rehati. Dhe këto, rehatia dhe dashuria nuk janë në njëjta gjë. Sepse në emigrim, njeriu kupton diçka të dhimbshme. Mund të ndërtosh një jetë, por është shumë e vështirë të ndërtosh një ndjenjë përkatësie. Një djalë shqiptar punon gjithë ditën, sakrifikon, ndërton,
por në fund të ditës ai kërkon dikë që e kupton pa shpjeguar veten. Vajza shqiptare për te është gjuha që nuk ka nevojë të përkthehet. Është zakoni që nuk ka nevojë të shpjegohet. Edhe dashuria që nuk ka nevojë të mësohet nga e para. Pra, po thoni që problemi është tek burri shqiptar, Pila? Jo, Alma, nuk mund të them që është tek burri shqiptar. Problemi është tek mënyra se si jemi rritur të gjithë ne, flas për brezin. Djemt me privilegje, ndërsa vajzat me kufizime. Dhe tani rolet nuk përputhen me. Më fal. A është vajza shqiptare sot shumë kërkuese? Këtë po kërkon të më thuash? Jo, absolutisht jo. Vajza thjesht ka filluar të kërkojë atë që gjithmonë e ka merituar, po s'ja ka dhënë njeri. Sepse shumë vajza nuk kërkojnë thjesht një dashuri, ato kërkojnë frymëmarrje. Disa prej tyre janë rritur me një kontroll, me një gjykim, me pritshmëri të rënda, dhe një ditë vajza në vetvete thotë, "Do të jem e lirë. Të jem vetvetja ime." Partneri huaj, sipas mendimit të tyre, po edhe në përgjithësi kanë të drejtë për to, nuk është thjesht një burr, është një ide, sepse duke marrë një të huaj, do ketë bashkë me të huajin respektin, do ketë barazin, do ketë dhe hapësirën e saj personale. Po pse nuk i gjen tek një djalë shqiptar? Ja këtu qëndron e keqja. Sepse djali shqiptar shpesh është mësuar të dashurohet pa ndryshuar veten e tij. Do me thënë, djali shqiptar ka vajtur në emigrim, ose kanë ardhur prindit dhe e kanë marrë në emigrim, dhe ai shikon nënën e tij në shtëpi brenda, se si gatuan, se si sillet, se si punon, dhe ai dëshiron të ketë një grua si nënën e tij. Edhe një vajzë që të jetë e lirë, është e dhimbshme që ai ta pranoj, sepse nuk është refuzimi i burrit si individ, por i një mentaliteti që ende nuk ka ndryshuar plotësisht në brendësitë të tyre. Pilo, pse mendon një djalë shqiptar thotë je lirë, por në fund të gjykon? Sepse Alma, në fakt, ai djalë është në mes të dy botëve. Ai ka ardhur në emigrim edhe mendon si një njeri modern, ose siç duhet të mendoj. Mirë po, ka dhe ndjenjën tradicionale. Do me thënë, që të ta shpjegoj me pak fjalë që të vazhdoj më poshtë, ai, nuk po them unë që do arrim deri këtu, por fjala vjen. Do që këpucët t'ja marri gruaja dhe t'ja fusin në dollap, ose në vendin e këpucëve. Por kjo tani nuk ka, se në kohën që ti ke ardhur, gruaja ndoshta nuk ka ardhur akoma nga puna. Dhe ky konflikt shpesh e bën djalin të pasigurt, sepse do atë gjenezën e prindërve të tij. Rritëm neve vetë, rritëm djem me ide të vjetra, Alma. Rritëm vajza me ëndra të reja. Dhe sot ata nuk flasin me të njëjtën gjuhë emocionale njëri me tjetrin. Tjetri që kërkon djalit, tjetri që kërkon vajza. Sinqerisht, Pilo, unë nuk jam 100% dakord, sepse jo të gjithë djemt janë kështu dhe jo të gjitha vajzat janë kështu. Janë djem, ka shumë djem punëtor dhe shumë vajza të përdhelura, vajza që pretendojnë pa dhënë mbrapsht asgjë. Alma, këtu ke plotësisht të drejtë, por neve edhe si emision, apo si drejtim emisioni, qoftë morale, qoftë nga ana shpirtërore, qoftë nga ana psikologjike, i kemi vënë detyrë vetes të kritikojmë të metat. Pra të kritikojmë ata që janë më pak, por që nuk janë në rrugën e duhur. Nuk e di në po shprehem tamam domethënë. Mendon se kemi dështuar në edukimin e marrëdhënieve, Pilo? Nganjëherë, Alma, mendoj se po. Ne u mësuam fëmijëve se si të punojnë, u mësuan si të mbijetojnë, por nuk u mësuan fëmijëve tanë si të duan, si të respektojnë në tjetrin dhe si të komunikojnë në një mënyrë të kulturuar dhe me dashuri. Pse?
Po shiko, një djalë që jeton jashtë dhe nuk ndihet rehat me vajzat e huaja, ai është i prapambetur, sepse nuk e kupton atë vajzë. Ti, duke kërkuar që të martohesh me një vajzë shqiptare, sipas logjikës time tani, po dhe sipas fakteve që kemi përpara, me letra dhe Më fal, Pilo. Do me thënë një djalë që jeton jashtë dhe nuk ndihet rehat me vajzat të huaja, do të thuash, është i prapambetur, ë? Jo, ai nuk është i prapambetur, Alma, po ai është duke kërkuar një përkatësi. Dhe kjo është njerëzore, domethënë, si mund të them unë ty, ai nuk është i prapambetur, po kërkon që të dëgjohet ai si zë i parë, si zë i dytë, të pyetet ai. Po. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që ky djalë shqiptar ndihet mirë me një vajzë shqiptare dhe prandaj kërkon një vajzë nga Shqipëria. Sepse një vajzë shqiptare, sipas mendimit të tij, se kjo nuk është e vërtetë, po sipas mendimit të tij, një vajzë shqiptare është një vajzë e bindur, një vajzë e kujdesshme në fjalë, një vajzë punëtore, një vajzë që nuk di ta lëshoj edhe fjalën e rëndë. Mirë po ai I jep rehati e ke fjalën një mashkulli. I jep rehati, tamam, edhe mirë, i jep rehati, por këtu nuk bëhet vetëm rehati. Ai e kërkon këtë sepse ka frikë që të vi që të ndryshojë edhe për vete, po që të ndryshojë edhe jetën e tij, sepse i duket sikur ajo gruaja e tij apo e dashura e tij apo edhe motra e tij, mos ta themi vetëm për gruan apo për të dashur. Ai e do që edhe motrën e tij pak a shumë ta ketë Alma nën kontroll. Djemt kanë frikë të humbasin kontrollin. Ndërsa vajzat kanë frikë të humbasin veten e tyre, se ato kanë kërkesat e vet. Mendon se kemi frikë nga ndryshimi, Pilo? Alma, djemtë në përgjithësi, duhet ta them këtë, edhe nuk kam se ta ruaj. Në përgjithësi këtë kërkojnë. Edhe në dashuri, unë mendoj që kemi një gjenezë jo të mirë në këtë drejtim. Neve në për familjet tona, në shumicën e rasteve, po them gjithmonë, i përkëdhelim djemt dhe i tundojmë vajzat. E vërtet. Dhe kjo për mendimin tim është një gabim i rëndë që bëjmë. Nga ka lindur kjo, Pilo? Pse kemi arritur këtu? Shikoj që në kohët më të përparme më bën përshtypje kur e mendoj edhe sot, Alma. Këto janë stereotipet që kemi krijuar neve në të kaluarën. Kur vinte një fëmijë 4-5 vjeç për shembull, në malësitë tona, babai e merrte ose gjyshi e merrte në mes të prehrit, edhe pinte vet duhan apo pinte lull, edhe ja drejtonte edhe nipit që të bëhej burr. Më kupton? Këto stereotipe, këto sepse këto ide pastaj përsëriteshin shpesh nga brezi në brez. Edhe duke u përsëritur nga brezi në brez, bëheshin normale. Dhe vjen një ditë dhe vjen një e vërtet që neve këtë nuk duhet ta shikojmë me. Sepse tani në kuptimin e duhanit që thash, tani nuk po lejohet duhani as sekundi. Pra kërkonin ta burrëronin dhe t'i jepnin faktikisht që të vegjël i jepnin ato përgjegjësia që një fëmijë s'mund t'i kishte. Shiko, ka ardhur koha që edhe djali shqiptar, edhe burri shqiptar, por edhe babai shqiptar, se unë jam i madh në moshë, duhet të ndryshoj. Mirë po, edhe kë ndryshimi nuk vjen me një herë. Disa ndryshojnë, disa jo, por e vërteta është kjo. Gruaja shqiptare, Alma, ka ndryshuar më shpejt se sa burri shqiptar. Dhe kjo ka krijuar atë hendekun që burri shqiptar nuk e pranon. Dëgjoj, sonte në shumë raste nuk jam dakord, por po të lë.
A është gabim të duash një të huaj vetëm sepse mendon se do të jesh më i lumtur, Pila? Absolutisht jo. Më konkretisht, Alma, vajza ime ka marrë një të huaj. Nesër mund ta marrë dhe vajza jote, se është më e re. Por Edhe pse dëshira ime është gjithmonë, domethënë që të mbetemi brenda. E shikon pra, është ajo që tham pak më parë, edhe prindri dhe vajza, edhe ne drejtuam gjërat, sepse e vërtet, ke të drejtë dhe për atë. Tradita duhet të ruajtur, sepse duke ruajtur traditën ruan dhe gjuhën. Por është dhe kjo nuk ka lidhje me racizmin që të kuptosh. Absolutisht jo. Por është e rrezikshme nëse nuk e njeh veten mirë, sepse lumturia, Alma, nuk vjen nga kombësia, por vjen nga marrëdhënia që ka njeriu. Domethënë, nëse ti e do një njeri tëndin, ti nuk ka nevojë ti nënshtrohesh. Dhe ai nuk ka nevojë të tundoj. Pra, mirëkuptimi është ndërmjet atyre që duhen. E di çfarë thot italiani, Pilo? Done boj pa ezituoj, që do të thot gratë edhe lopët zgjidhi nga vendi yt, sepse i njeh. Këtë e kemi edhe neve në Shqip, nuk e kemi siç e ka ai për lopën, po dakor, për të thënë, për të thënë që jo ne shqiptarët që konsiderojmë se jemi pak më pas tyre, po edhe ata që janë pa diskutim. Pa diskutim. Këtë gjëra i kanë ata. Është drejt kjo, Alma. Por tjetrit, që ti themi edhe gjërat kështu ndërmjet nesh, gruaja shqiptare është kërkuese sot dhe edhe djali Këtë doja të pyesja dhe të ndalesha pak. Është gruaja shqiptare më kërkuese sot? Është. Dhe jo vetëm, po nuk pranon nënshtrim si dikur. Alma, ka edhe disa të dhëna të tjera statistikore, të cilat duhen thënë. Sot universitetet janë të mbushura më shumë me vajza se sa me djem. Edhe kjo është një domethënie e madhe për mua. Dhe atyre vajzave ju duhet të dhënë ato apo atë që ato meritojnë. Jo thjesht nuk pranon më pak femra sot, sepse ajo po shikon që sot është ajo po punon, po jeton, po lufton, ashtu siç po lufton edhe një burr, bashkarisht. Ajo bile po lufton edhe më shumë, sepse ajo dhe po e lan fëmijën, dhe po e rrit fëmijën, dhe po e mëson fëmijën. Shiko, janë më të pakët ata prindër që e çojnë fëmijën në shkollë dhe e kontrollojnë pas shkollës. Është nëna ajo që e bën, më të shumë të flas. Atëre, pse duhet ajo që të mos ketë të drejta të barabarta me ty? Burri kthehet në shtëpi, ha drejt apo darkë, çka rëndësia e punë, vë këmbën mbi këmbë dhe shikon televizor. Ndërsa nëna duhet bëj gati fëmijën për nesër, duhet të laj rrobat, duhet të laj pjatat, të mos vazhdoj me tutis, sepse këto i dim të gjitha. Dhe këtu nisa i hendeku në raportin burr-grua, sepse kur ka një dashuri në mes, sa bukur e themi ne, një dorë lan tjetrën, të dyja detyrën. Përse nuk mund të jetë një dorë burri dhe një dorë gruaja, apo gjithmonë duhet të jetë gruaja dhe burri duhet të pretendojë? Pse? Sepse kjo vjen që nga tradita, Alma. Mësoj në mendje 14 vjeç dhëndër, ku gratë vinin të ngarkuara me barrat me dru, mbasi kishin punuar tokat, dhe burrat në kafene aty që shikonin nga lart, dhe i kemi gratë e mira, jemi të mirë ne, pa janë ata. Thoshin ata duke pirë kafe. Se ku ishte mirësia e tyre, ishte për tu dua të them një gjë dhe këtu mirë që ma kujtove. Po të shikosh me vëmendje, historikisht flasim, edhe e ka për shumë bukur këtë segment të vogël, këtë pikë të vogël. Në zonat e jugut ishin gratë që punonin dhe arat. Kjo po të rrisht ta mendosh, është fatkeqësi. Almo. Ndërsa
Në zonat e veriut, gruaja nuk dilte fare në punë, ishte zonja e shtëpisë. Do të thënë një kombi jemi 2 milionë, 3 milionë, 4 milionë. Kë konsideron ti tradit më të virtytshme për një grua atëherë? Sepse nuk më duket normale gruaja në shtëpi, gruaja në punë jashtë. Po një shpirt ka dhe ajo, 2 duar ka dhe ajo. 24 orë ka ditë. Në periudhë gruaja nuk dilte në punë. Më mirë. Bravo. Pra, gruaja, mendimi im tani, se nuk dua të them shumë, mendimi im është ky. Edhe natyra i ka krijuar gjërat në mënyrë të tillë që edhe zogu në fole rri nena dhe ngro vezët. Më kupton? Pra, nena apo gruaja është zoj në shtëpinë e saj. Dhe është domosdoshmëri. Sami Frashi ka thënë një fjalë të madhe, shumë të madhe. Po të duam që ta ngrejmë, thot, në kulturë dhe në dije, një komp, duhet t'i japim përparësi gruas. E ka thënë 1800. Ke të drejtë Pilo, dhe Enver Hoxha ja dha parsin gruas, e bëri të barabartë me burrin që t'i binte bretku në punë. Kjo ishte parsia. Ai ishte një sistem i tillë i cili kishte të tjera qëllime. Për mendimin tim, në ditën e sotme, një familje me 2 fëmijë dhe burrë grua, si më thënë, nëse do të mund ta themi kështu, duhet të, në kapitalizëm, duhet të kenë patjetër një barabartësi në ndarjen edhe të punëve në shtëpi. Sepse në qoftë se dikur gruaja rrinte në shtëpi dhe bënte punët, burri kthehej nga ara dhe kishte nevojë për të çlodhur. Ndërsa sot, kur kthehen që të dy të lodhur nga një fabrik, nga një vend pune ku punon, që aty janë një orë martuan. Domethënë kthehemi të dy. Tani normalisht që njëri do vej tek një shkollë të marrë fëmijën dhe tjetri do vej tek një shkollë të marrë fëmijën. Dakor? Do vej në shtëpi. Ose njëri do vej të marrë fëmijën dhe tjetri do vej të gatuaj. Po, dhe kjo është domosdoshmëri. Mirë po, neve shqiptarët akoma nuk kemi, ka dhe nga ata që e the dhe pak më parë, përqindja vazhdon të rritet vazhdimisht, të kuptohet nga masat, por neve sot po marrim në shqyrtim atë idenë që pse vajzat tona po kërkojnë të huaj dhe pse djemtë tanë po kërkojnë vajza shqiptare. Kemi thënë dhe po themi prapë dhe po vazhdojmë ta themi që edhe këtu ka një urë lidhse ndërmjet të dyve. Njëherë që në radhë të parë, Alma, do themi këtë. Edhe dashurinë të duash t'ja shprehësh një vajze anglisht, ti nuk mund ta kesh atë gjuhën tënde angleze kaq perfekte sa mund t'ja thuash asaj tëndes me gjuhën e nenës. E vërteta. Domethënë, edhe përkëdhelja e fjalës, edhe ëmbëlsia e fjalës, ka dhe ajo peshën e saj. Edhe mirëkuptimi duhet të jetë në fjalët më të imta dhe në besimin më të mirë dhe në mirëkuptimin dhe në ndihmën e njëri tjetrit si shte që duart lënë njëra tjetrën, që të mbijetojë qoftë dashuria, qoftë familja, qoftë shoqëria. Pilo, a mendon se duke i qenë jashtë, larg, në vetmi, bëjnë një zgjedhje të detyruar të rinjt? Alma, të them të drejtën, nuk mund ta quaj të detyruar, sepse nuk të detyron kush. Në emigrim. Është vetmia, pra është ajo vetmia që njeriu kërkon të kompletohet. Të shumë mirë. Sot, për mendimin tim, nuk ka me emigrim në kuptimin e lidhjeve. Në emigrim njerëzit lidhen më shpejt, mirë po ndahen edhe më shpejt, Alma. Sepse shpesh ajo nuk është një dashuri, është nevojë për të mos qenë vetëm. Mund të them diçka, për shembull, është edhe ajo që tham pak më parë tani, 2 minuta më para që tham. Domethënë ti e shpreh ajo të shpreh.
nuk është ajo shprehja jote e thellë që asaj vajzës janë nxjerr nga shpirti atë dashurinë që ti ke për te. Edhe ajo vetë. Në fillim ata ndihen mirë, shkojnë, vinë, marrin bejnë. Mirë po, jo se krijohen kontradita, nuk e kam fjalën të kontraditat, por edhe mirë kuptimi i tyre, edhe gjuha e tyre e ndryshme, krijon çarjet e vetë. Kjo nuk është po. Në fund, nuk është thjesht vetmia, po. Apo zgjedhim partner, apo po kërkojmë shpëtim? Kjo është një pyetje me peshë, Alma, edhe është shumë e rëndësishme. Sepse shumë njerëz nuk zgjedhin një person. Zgjedhin një ndjenjë. Zgjedhin një siguri, një liri dhe një vlerësim. Një vajzë shqiptare sot nuk është se po kërkon paran, se po vetëm paran, se paraja i duhet gjithkujt, po nuk është se po kërkon paran tek një huaj. Ajo po kërkon pak a shumë lirinë e saj. Sepse sa të vinë në shtëpi, u vonua se u vonua autobusi. Kam një orë që po të pres. Mentaliteti shqiptar. Mirë po ky mentaliteti shqiptar nuk i thot për vonesën. E akuzon ku ishe. Ajo nuk ta pranoj këtë. Sepse u lodh gjithë ditën duke punuar. Do vej dhe në supermarket dhe po vjen dhe ngarkuar në shtëpi. Këto gjëra tani duhet që djalit shqiptar, burrit shqiptar, ti hapi syt, të di ta mbaj atë që ajo nëna e fëmijëve apo gruaja e tij do mbaj po atë, por në mënyra të tjera. Pra, është kjo një histori dashurie apo një histori mungese? Është një histori mungese. Është mungesë mirë kuptimi, ajo që tham, që nuk më kupton njëri me tjetrin. Është mungesë edhe edukimit emocional, Alma. Dhe kur këto mungojnë, është ajo, shiko, nga natyra, do të ta shpjegoj pak më embër nëse mundem, femra është një lloj si punë lules. Kur i fryn me ngrohtësi, ajo i hap ato petalet e bukura. Në qoftë se ti i fryn me shumë mic, ajo se kaput petalet e hedh në tokë, pra këtu e kam fjalën jo për frymën, e kam fjalën për fjalën. Domethënë, kur ti i flet ëmbël, ajo të kupton. Kur ti nuk i flet ëmbël, e dënon në vret. Dhe kuptoj. Dhe kur këto mungojnë, njerëzit kërkojnë diku tjetër atë që nuk gjejnë dot tek njëri tjetri. Edhe fillojnë për çarit, fillojnë ndarjen. Pra, kush është zgjedhja e duhur Pilo sipas mendimit tënd? Shiko, zgjedhja, mendoj unë, është që njeriu njëherë të edukojnë fëmijët tanë me atë ndjenjën e mirëkuptimit, me atë ndjenjën e mirësisë, me atë ndjenjën e dashurisë në radhë të parë për ne, në radhë të parë për nenën për motrën, në radhë të parë për vëllain, edhe pastaj kur ai rritet dhe duke marrur një edukat të kultivuar, edhe ndaj dashurisë është po ai ideal. Por po ta shikosh me vëmendje, Alma, në kohët e sotme, shumë zinxhir janë kaputur tek ne. Zinxhir të mirëkuptimit. Sepse djemt po hedhin një çantë në kurriz dhe po ikin sepse janë më të lirë nga prindrit në rrugën e tyre që zgjedhin. Edhe neve themi për shembull që mori çantën, djali iku, ka punë të tija. Ndërsa nuk mund të pranojmë neve që vajza mori çantën dhe iku se ka punë të veta. Pilo, e di çfarë po mendoja, çfarë po më vinte në mendje tani? Po imagjinoja një djalë të dikushëm, okay, që i kishte duart me kallo, që nuk kishte i veshur, i mbajtur, i krekosur, me xhelra, me tatuazhe, edhe me vetulla të hequra, por që kishte përgjegjësi për familjen, kishte respekt si për prindrit, edhe për gruan në mënyrën e tij, dhe shikoj sot djemt
me vetua të hequra, me tatuazhe, që marrin një rrogë të madhe dhe që harxojnë më shumë nga ç'marrin, dhe që portofolin e kanë bosh dhe që nuk ju dalin dot ballë jetës familjes, gruas, fëmijës. Më kujtove diçka. Çfarë? Më kujtove diçka. Tek libri yt ti ke një poezi e cila i përshtatet kësaj që po flasim tani. Dhe unë në fakt ta them të drejtën, me që ra fjala, po dale ta gjej, do më falësh 1 minutë që ta gjej. Se nuk më them më përpara që mund të kishim një diskutim të tillë, po më pëlqen tani që po e diskutojmë. Poezia jote, më duket se kam edhe një video me nga të librit. Idhe dhe atë, idhe. Shiko, ndërkohë mua do më pëlqente që ta lexonja këtë poezi, Alma. Po. Është ajo që the, domethënë, dhe poezia jote titullohet Modeli i vjetër. Po më kujtohet. Dhe poezia është tamam për këtë që po diskutojmë dhe po debatojmë, i përshtatet dhe unë prandaj po them që do ta lexoj. Edhe them, ai nuk kishte emër, veç 2 sy të shkruar, duar të buta mbi shpatulla për t'i pushtuar. Një gojë të ëmbël me plot teori, disa tatu që flisnin në vend të tij. Bukurie ngjëllore të linte pa mend. Për vlera njerëzore ta hanin qend. Portofol firmato shpuar tej për tej, si parlamentar i vjetër që di të gënjej. Dhe çupkat ndërrojnë një foto me te, ai vjen me gjullurdi dhe ikën paze. Kopertinë e bukur, aktor kinemaje. Nga duar dhe xhepat, një djalë mamaje. Buje madhe, një tullumbac me gaz, fluturon në ajër dhe diku atje më tutje, paf, plas. Një djalë së shkruar, muskuj e mjekër, por mua më pëlqen modeli i vjetër, me xhepa të trash dhe kallo ndërduar, nga koka në këmbë, një thesar i çmuar. Më ka pëlqyer që atëherë kur e kam lexuar dhe para se ta botonj edhe në libër. Pra, po të shikosh me vëmendje, nuk duhet ajo bukuria fizike. Edhe ai çapaçurleku që një djalë vërtet nxjerr dhe harxhon breth. Këtu problemi është të jetë një njeri korrekt, të jetë një njeri punëtor, të jetë një njeri i sjellshëm, pra të ketë virtyte që i duhen sot familjes dhe shoqërisë, jo vetëm tonës në Shqipëri, po të gjitha familjeve të botës. Pra, po. Më thuaj. Të dëgjoj. Jo, thjesht po mendoja, ndoshta nuk është çështje zgjedhjeje, ndoshta është çështje kohe tashmë. Alma, është edhe çështje kohje, por është edhe çështje zgjedhje, jam dakord me ty. Zgjedhja e duhur nuk është nëse është shqiptar, turk apo bullgar, apo i huaj. Zgjedhja e duhur është ai djalë që do një vajzë apo ajo vajzë që do një djalë të respektohen, sepse perfekt nuk është askush, të kuptohen kur nuk flet, nuk është problemi që të krijohet kontradikta për të kuptuar. Dhe që të qëndrojnë pranë njëri tjetrit, sepse në fund, po ta marrim të gjithë bashkë, Alma, dashuria nuk ka kombësi. Dashuria ka karakter. Për të mbajtur fëmijën, familjen, gruan, nënën, baban e tjerë. Ka ndjenjë, zemër. Po, pa diskutim. Djemtë kërkojnë rrënjë, vajzat kërkojnë krah dhe dashuria përpiqet t'i mbajë të dyja. Apo jo? Patjetër.
Ndoshta nuk është e rëndësishme Pilo se nga vjen ai apo ajo, por si të bën të ndjesh kur je pranë ti. Kjo është e vërtet. Por kjo vjen me kalimin e kohës kur ti e fillon ta njohësh një njeri. Ne nisemi me hapat e parë dhe flas unë me mentalitetin që kam. Nëse unë do hidhja kokën nga ana tjetër, do t'i hidhja syt, flas për fëmijët e mi, tek një djalë shqip. Alma, Por më fal se të ndërpres Pilo, por është e vërtetë që fëmijët tanë tashmë punojnë me të huaj, normal. Jetojnë jashtë, punojnë me të huaj dhe sigurisht që syt do t'i kthejnë tek ai i huaj, dashje pa dashje. Atë fjalën e ëmbël do ta dëgjojnë nga një i huaj, atë përkëdheljen, atë respektin. Alma, ne, kur them ne, domethënë flas si shoqëri, nuk po flas për mua e për ty, nuk kemi problem me dashurinë. Ne kemi problem me mënyrën se si e jetojmë ne atë. Vajza shqiptare nuk po ikën nga burri shqiptar sot, po ta shikosh me vëmendje. Po ikën nga ajo që ata e lëndon. Domethënë, jo për ta shpjeguar, por ajo nuk do që të jetë një sklave, do që të jetë respektuar. Djali shqiptar në emigrim nuk kërkon vetëm grua. Kërkon edhe një cop nga atë dheu i tija. Ajo që the dhe ti pak më parë. Pse? Sepse duke ditur vajza jote, duke qenë shqiptare vajza jote, edhe fëmia yt, edhe pse mund të marrë një të huaj vajza jote, vajza apo djali i saj do kenë gjuhën e nenës, prandaj i thon gjuhën nenës, nuk i thon gjuhë babait. Dashuria nuk dështon. Dështojnë pritshmëritë që nuk përputhen ndërmjet tyre. Ne nuk dim të flasim për ndjenjat. Dhe pastaj çuditemi pse nuk mirë kuptohemi, pse nuk kuptohemi. Problemi nuk është kë zgjedhim. Është shqiptara, turka, bullgara, ku di unë, por sepse nuk zgjedhim njëri tjetrin që na duhet ne. Domethënë, këtu nuk ka rëndësi nëse është shqiptar apo bullgar, rëndësi ka sa mirë kuptohesh ti me te. Me karakterin e tij, me mënyrën e jetesës së tij. Sepse unë mendoj, thjesht dua ta zgjeroj pak këtë idenë që e kemi tani, që do ishte më mirë të kishe një burr shqiptar, ajo vajza shqiptare, po dhe ai djali shqiptar, një vajzë shqiptare. Sepse është ajo që the pak më parë, si e thot italiani, lopër merre nga fshati yt, sepse ja di traditën, ja di respektin, ja di se qumë është tje po Pilo. Ja di mënyrën e sjelljes, Alma. Flisim në këtë rast për lopën, Pilo. Ka thjesht për lopën ai, po e ka në mënyrë figurative dhe të fuqishme. Jo, Pilo, jo, e ke gabim. Ai e ka vërtet për lopën, ai thot edhe gruan. Pse? Sepse ti gruan e nje atë vajzën e fshatit tënd, e nje që kur niset në mëngjes për në shkollë apo për në punë, kur del, kur kthehet, mënyra se si të përshëndetet, gjitha me radhë edukatën, kulturën që ka të saj dhe familjen. Po ashtu edhe për lopën, ti e shikon kukullot, ti e shikon sa qumë është jep, sa viça të bën në vit, e kupton tani që ai italiani është më i thellë akoma. Të kuptoj, jo, e drejt. Shiko, kemi Anila Kodrën që thot po patë lek dhe para mirë kuptohet vajza. Nuk është e vërtet Anila, megjithatë po ja lëm pyetjen Pilos ta kthej përgjigjen. Po patë lek dhe para mirë kuptohet vajza. Shiko, vajza bën një marrëveshje mendje dhe zemrën e saj, po nuk është se mirë kuptohet. Shiko, po, është ajo që the. Shiko, me të drejt, duam apo nuk duam, se duam pranuar gjërat ashtu siç janë, nuk kemi nevojë as të mburremi, as të themi llafe të mëdha. Duke qenë leku në mes, ekonomia, domethënë Alma, edhe ekonomia në familje, duam apo s'duam ne, krijon një siguri. Në marrëdhënie, në familje, në çift, në ndjenjë, duhet pranuar që të
të ndërpres pak. Njëre një kohë thoshin, nëse ti dashuron dhe ke mirë kuptim me burrin, edhe në gure bën jetën, thoshin dikur. Okej, nuk është koha e sot me kjo, edhe jam shumë dakord. Por sot, këtë gjë nuk e vlerësojnë dhe nuk e pranojnë, sepse dashuria nuk ekziston, Pilo. Dashuria edhe ekziston, Alma, po nuk ekziston ajo fjala dhe në gur. Ishte në mënyrë simbolike, sepse dhe ata prindi nuk jeton njeri në gur, Pilo, edhe të duash, por dikur kur kishin dashurinë kanë jetuar edhe në një dhomë ku çka kishte jashtë vinte brenda e të gjithë. Ke të drejtë. Dhe sot vajzat që kanë dashur kanë hyrë skafit me gjithë meshkujt e djem që kanë dashur, kanë rrezikuar jetën në skaf, në det dhe kanë kapërcyer detin, kanë ardhur sepse kanë dashuruar. Kurse sot vajzat janë materialiste. Do të them diçka. Në ato vite kur kam qenë i ri, flasim për vitet 80 këtu tani. Një oficer, ushtarak domethënë, dokument Anila. Dorëzoi rrobat e tija, dorëzoi pushtetin e shkollën që kishte dorëzuar, që kishte mbaruar, dhe vajti në internim me vajzën që donte, sepse vajza ishte në internim. Dhe nga 82 që mbaj mend unë atë njeri deri në 90-ën, pastaj se nuk e di ku janë sot, ata jetuan në internim të dy. Edhe unë i kam njohur nga afër, edhe atje ku ishin në Adriatik, kështu i thoshin një vendi, ku ishte në Mamurras, poshtë në breg të detit, ata ishin të mrekullueshëm njëri me tjetrin. Është ajo që the ti që po që dashuria në mes, dashuria të bën luftarak. Dhe unë shikoj këtu që thot Anila, a mund të më shpjegosh zoti Pilo, thot, pse zgjedhin djemt të tanë të marrin në vajza të huaja? Edhe kjo është një çik me dy presa, më kupton? Sepse tham që vajza do një të huaj, por ja që edhe vajza, edhe djali, po kërko ka dhe djali një të huaj. Pra nuk qenë ka vetëm vajza. Dhe kjo më duket, kjo pyetje Anilës më duket një çik me xixa, si më thënë, Alma. Po. Sepse Anila ka dhe djem. Ka 3 djem, por djali i Anilës është i dashuruar me një vajzë të huaj. Dhe së shpejti ai mendon që ta marrin në shtëpi. Dhe në brendësi të saj mundet që Anila të mos ketë ndonjë kundërshtim, por prap do t'i pëlqente ndoshta më mirë që të kishte një shqiptare. Anila, pse nuk bësh pjesë e jonë, Anila? Hajde futu këtu të diskutosh me ne. Shumë mirë the. Shumë mirë the. Po thot, se po e lexoj aty, nëse futet, le të futet. Po që është një diskutim që edhe kjo, Alma, unë mendoj për këtë që thot Anila, që është një pyetje që nuk e kishim edhe në mend, po që del nga emisioni, është kjo. Edhe Djosi thot, është vajza mrekullueshme, thot ajo. Nusja e djalit. Po për nusën e djalit të tërë ashtu. Po për nusën e djalit ashtu themi të tërë të mrekullueshme janë, nuk themi që janë të këqija. Edhe sidomos këtu në ekran që e dëgjojnë edhe të tjerë. Por problemi është edhe këtu. Duke u zhgënjur dhe ai djali shqiptar, ndoshta, mendimi im ky tani, duke u zhgënjur një herë me një vajzë, duke u zhgënjur 2 herë me një vajzë, edhe ai pranon që të marrë një të huaj. Pse? Sepse ashtu siç kërkojmë ne që vajza jonë të marrë një të huaj, sepse ajo është më e lirë në ndjenjat e saj, në kërkesat e saj, mendoj unë që edhe ajo vajza e huaj është e lirë në veprimet e saj dhe shikon tek ti dashurinë dhe vjen si e dashuruar. Nuk e di unë se ç'mund të ndodhi mbrapa. Por unë shikoj që vajza ime për shembull që ka martuar me një të huaj, nuk po përmend fjalën lumturi, se për mua lumturia edhe si fjalë nuk ekziston.
Por shkon mirë me te, kanë 2 fëmijë, janë në rregull. Dhe në fundit këta po kërkojmë, sepse Anila thot, është vajzë e mrekullueshme. Ne këta po kërkojmë. Le të jetë çfarë komsie të doj, vetëm të jetë ashtu e mrekullueshme. Jo e mrekullueshme për fjalën, e mrekullueshme për veprën. Po. Thot materialiste, po pra thot, për para nuk shohin me kë martohen. Unë mendoj, Alma, që në qoftë se mendohet vetëm si para në mes, unë them që herët avon ajo dashuri dhe ajo marrëdhënie nuk qëndron. E vërtet. Sepse dua të them, jo se po e them unë, po paraja shkon e vjen. Po në qoftë se unë që sot e kam paran, sepse kam një dyqan ose kam një diçka tjetër, domethënë një gjysmë fabrike ashtu. Në qoftë se unë bie brenda nesër, ti je gatshme që ti që ke kërkuar paran dhe e kishe, je gatshme të luftosh me mua tani që nuk kemi para me? Mendoj. Po pse thua këtë ti Opilo? Pse nuk marrim këtë tjetrën të themi që përse një vajzë e re shkon me një të moshuar? Këtë dua ta them në mënyrë tjetër dhe sipas logjikës time. Ajo vajzë nuk është se po kërkon të martohet. Neve e kishim fjalën për krijimin e një familje deri tani, ndërsa në rastin konkret pyetjen që bën ti është një temë tjetër dhe është një temë që do ta themi, por që ajo vetëm ka për qëllim përfitimin nga një budalla. Do të thotë mendon budallaç që e mirë. Opilo, më fal, do me thonë ti mendon që një distancë në moshë nuk mund të ekzistojë dashuria? Jo, unë mendoj që mund të ekzistojë. Po? Dhe faktet kanë treguar që ka ekzistuar. Por ka ekzistuar në njerëz me zemër të hapur, me botkuptim të hapur dhe në njerëz të mëdhenj. Charlie Chaplini për shembull, kur mori gruan e tij, gruaja e tij ishte 22 vjeç, ndërsa ai ishte 50 vjeç. Domethënë sa vite i bie? I bie 30 vjet. Mirë po, kur ajo i tha të dua, sepse ajo i tha të dua. Dhe i tha nuk të dua as për paran, as për emrin e madh që ke në botë. Dhe kjo u vërtetua gjatë 30 vjetëve, 30 sa vjetëve që ata jetuan bashkë, bën 5 fëmijë, 6 fëmijë, dhe deri në minutat e fundit ishin të lumtur ndërmjet tyre. E sa diferencë kishin Pilo? 30 e ca vjet. Okej, në sa përqind të rasteve mund të ndodhë kjo? Unë dua të besoj, Alma, në një gjë që nuk më pëlqen, po do ta them. Të gjithë politikanët në botë, të gjithë, pa përjashtim, se po t'i marr me emra, që nga Trumpi, te Putini, e tjetri, i kanë gratë e tyre nga 30 deri në 15 vjet më të reja. Mua kjo për shembull në brendësinë time, unë mendoj që në këto raste dashuria nuk ekziston. Mua kjo nuk do më pëlqente për shembull, në rastin konkret. Pse ti je një president, ti për mua je një burr. Ti vërtet mund të më japësh përfitime, por nuk mund të më japësh dashurinë. Por unë dua të them edhe anën tjetër, që këto lloj femrash kërkojnë përfitimet, nuk kërkojnë dashurinë. Domethënë nuk kërkojnë ndjenjë. Kujt është faji më i madh në këtë rast? I një mashkull apo një femër? Gabimi për mua është Gabimi. Gabimi për mua është të dyve. Sepse i më i madh i them unë. Më i madh është i më të pjekurit. Nuk duan të thënë
Por I më të pjekurit. Jo i ati që niset për përfitim, ë? jo, i më të pjekurit. Logjika ime është që më i pjekuri është më i madhi. Logjika. Po pra. Jo i asaj që niset ka stile dhe i merr mendjen dhe bën si dashurë e përvoluar për përfitim. Ti mund të duash të përfitosh nga unë, por nuk pranoj unë të përshfrytëzosh ti. Në fund, okay, edhe kështu është, dakord. Më kupton. Por pyetja është shiko, në të dy janë në gabim dhe janë gjëra, domethënë që në një farë mënyrë bie në kompromis. Mbyllin një sy, mbyllin një. Jam dakord. Atëre dashuria nuk është kompromis. Pra. E imja ishte specifike, gabimi i kujt është më i madh, sepse që janë pa tolerueshme këto raste kur s'ka dashuri në mes. Gabimi është më të madhit dhe më i madh jam unë, që jam 60 dhe jo ti që je 30. Sepse unë nisem nga budalleku im, domethënë dhe them që tani paranë kam, do kem një nuse të re për krah. Shiko këtu. Ti çfarë do bësh? Ti e ke si. Mirë, filloj një pyetje tjetër. Kush është më i humbur? Kush është më i humbur dhe më i fituar? Ai që shitet apo ai që blen? The pak më parë që është një kompromis. Unë mendoj që kompromisi është ky, në rastin konkret që po diskutojmë. Në qoftë se unë nesër do kem një grua 30 vjeçare, unë sot jam po vetë 70, në kuptimin e fjalës, pra jeto kam, se mund të vdes dhe nesër, po e marrim si bisedë këtë, gjithçka i përket asaj. Pra ajo 30 vjeçarja, për 10-15 vjet që do jetoj me mua, kur të vdes. Po s'është thonë se ke fëmijët e tu për atë punë, po. Po fjala vjen, po them. Ajo do trashëgoj për të pasur një jetë të qetë dhe mendoj që edhe në moshën 40 vjeçare kur të jetë do ta gëzoj jetën e saj që nuk e gëzoj kur ishte. Se thua që do presi moshën 40 vjeçare për të shijuar jetën jashtë mureve të shtëpisë. Shiko, ajo nuk do jetë jashtë mureve të shtëpisë, por edhe duke qenë me mua nuk do mundet që të bredhi në kuptimin e, sepse e quajmë shqiptar të bredhi, po nuk mund të themi bredhi, apo neve e quajmë tradhëti, po. Të frehen atëherë, quajmë të frehen. Nuk ka tradhëti, domethënë. Unë kam parasysh një gjë, nuk e di se sa e lidhur jeti me Shqipërinë, po në Shqipëri të gjithë deputetët që kanë ikur ose që kanë ardhur në pushtet dhe që janë deputet sot, të paktën 90% e tyre gjëja e parë që bën është se ndan gratë dhe morën më të reja ose nuk morën fare dhe kanë në përkëmbët e tyre ca të reja. Dhe bile vetëm në Shqipëri, janë gjithandej, ky fenomen është gjithandej. Bile këtë e thonë me një farë krenarie që, domethënë, shikoje, kjo 20 vjeçarja apo kjo 30 vjeçarja del me te, domethënë, nuk vërtet ai. Por e çon për të ngrënë darkë dhe njerëzit e shikojnë. Kupton? Dhe të mos e zgjas shumë. Atëherë më fal, sepse ti dhe një mashkull. Sipas mendimit tënd, shikoj një burr që është në një pozitë dhe që ka tradhtuar familjen, apo shikoj një burr që shfrytëzon postin dhe ka zotësinë të ketë në krah një të re. Kjo pastaj është tjetër temë. Është tjetër temë në këtë që themi. Edhe është ndoshta më e keq edhe se e para. Unë mund ta ndaj gruan time dhe të dua një tjetër dhe e marr atë tjetër dhe mbaron punën. Ose nuk e marr. Jetoj në këtë mënyrë sepse kështu më pëlqen. Ndërsa unë të kem në zyrën time një sekretare dhe atë ta bëj për dashnore dhe kur e shikoj që ajo nuk më plotson me kushtet e mia, ta heqë të sekretare dhe të marr një sekretare tjetër me mendimin apo pa mendimin që edhe atë do ta kem, kjo pastaj është tjetër gjë. Ka shumë vend për diskutim në këtë rast. Këto janë gabime të mëdha. Edhe këto ndodhin kudo, por të paktën në për këto vende të zhvilluara që jemi neve nuk janë kaq të kollajta për të ndodhur. Jo. Sepse
në Angli për shembull apo në Gjermani, një gjysmë fjalë ti thuash ti, edhe diskrediton veten dhe në qoftë se ti bën një gabim, ti zhdukesh nga faqja e dheut, jo se të vret njëri. Po jo, more pilo, më vjen keq, por shiko, ti ke të drejtë, ai ka të drejtë të japi një zgjedhje dhe ti ke të drejtë të vendosësh për zgjedhjen tënde. Nuk ka dhunë më në mes këtu, okay? Po, ti shet vetë. Ai vendos të marrë në punë, ai aktori vendos të marrë protagonistën në filmin e tij, ai këngëtari vendos të marri të bëj një duet me ty dhe kështu janë gjithandej në çdo fushë. E drejt, por këtu nuk flasim për komprometime dhe për mos ta përdor fjalën poshtërsira ose korruptime. Këto pastaj qoftë për mua që jam këngëtar dhe këndoj me ty dhe dua të bëj për vete, unë këndoj me ty se ke zërin që më përshtatet mua dhe do nxjerrim një këngë apo një album të mirë. Ose në qoftë se unë jam në rastin e këngës, nëse unë kam një zë të mirë, mund të këndoj me kudo, mund të këndoj dhe vetëm. Fakti është që zakonisht nuk kanë zë dhe ngrihen me pahir, duke u futur në këto qorë sokake, sepse një vajzë që është e zonja në punë nuk ka nevojë të bëhet sekretarja e filanit, por shkon që një pozitë akoma më të mirë se sa ajo. E kështu me radhë. Nëse ne po marrim gjithmonë defektet, sepse janë edhe raste të tjera që kanë edhe ato suksese të tyre. Po të shikosh me vëmendje, Alma, vajzat shqiptare sot po bëhen shkencëtare në përbot, po bëhen pedagoge në përbot, po bëhen kompozitore në përbot, po bëhen këngëtaret më të mira në përbot. Unë para pak vitesh lexonja në shtypin grek, nga që kisha jetuar në Greqi dhe e njihja dhe mirë greqishten, që lexoj një artikull që thoshin biznesin e muzikës e kanë pushtuar shqiptarët në botë. Pse? Imva Mula Jona u kororzua me çmimin botëror 3-4 herë. Rita Ora, po ashtu. Ajo Oha, po ashtu. Kjo tjetra që mori Chelsea në Tiranës, si e ka ajo, po ashtu. Domethënë, Ana Oksa, po ashtu. Edhe kjo tjetra, edhe një tjetër, edhe disa të tjera. Kupton? Pra, hipën lart nga talentet të tyre që kishin. Mirë po, nuk mund të pranonte dhe ai greku ishte xheloz. Pse? Mirë po edhe në Greqi. Vajza që përfaqësoi Greqin në festivalin evropian në atë kohë ishte shqiptare. Sot që neve flasim bashkë tani këtu, neve kemi në konkursin e bukurisë 4 vajza shqiptare. Në Norvegji është vajzë shqiptare që fitoi konkursin dhe u paraqit për Miss Bota, vajza shqiptare në Shqipëri, vajza në Greqi dhe vajza në Turqi. 4 vajza shqiptare. Kjo nuk mund të kaloj pa u vënë re, besoj unë, për vlerat e saj. Dhe kthehemi prapë aty te tema, kur ajo ka talentin, kur ajo ka shkollën. Ja, është bukuria një virtyt. Kur ajo ka zhvillimin, si mund të kërkoj ajo një djalë, jo në kuptimin e keq të fjalës, po të pa edukuar ose të pa kulturuar. Përse i duhet ai djalë? Pra ajo do një djalë që të jetë shkollë. Po nuk mund të kërkoj as edhe një djalë që të ketë xhepat e trash, që t'i mbaj, që t'i plotësoj tekat asaj. Absolutisht. Neve kur kundërshtojmë, ajo është mosuar me një luks të papërmbajtshëm. Kur neve kritikojmë këtë anën e djalit shqiptar, atë anën tjetër e kritikojmë 5 herë. Sepse ajo po të vejtë e ka ideali që the ti pak më parë, ose që thoshte poezia që lexuam pak më parë, ajo atje është viktim. Nuk është vetvetja.
Shikom, Ta përsëris, a është bukuria një virtyt? është edhe bukuria. Është edhe virtyt, është edhe vlerë, edhe në shoqëri. Do të them diçka si pilo tani, se po na shkruan edhe Sara. Do të them këtë. Kur shikon një gjë të bukur, si një vajzë të bukur, si një grua të bukur, edhe vetë njeriu ndryshon në pamjen e tij. Buzëqesh më ëmbëlsisht. Por jo të kërkoj të shkërraviti petalet apo aromën e saj. Kjo është tjetër gjë pastaj. E kupton? Dhe këtë vajzën që na ka shkruar dua ta lexoj vetë. Mos qesh. Mendoj që shpesh është e lehtë të thuash kush ka të drejtë apo gabim. Por në realitet gjërat janë shumë më komplekse. Ka shumë nuanca gri, prandaj nuk më pëlqen ti gjykoj njerëzit kaq lehtë e drejtë. Shiko, edhe ky mendim që në radhë të parë Pilo më fal. Unë e falenderoj Sarën që po na ndjek. E falenderoj që edhe pse ka lindur në Itali e shkruan kaq perfekt shqipen. Normal. Unë do them një gjë për atë që ajo ka shkruar, sepse atë që ka shkruar është mendimi i saj. Pra, ajo nuk paragjykon, unë do të nuk paragjykoj. Por edhe ajo vetë kërkon një barazi. Çfarë do ajo një djalë budalla vajza jote? Edhe imja, por në rastin konkret vajza jote. Në një kohë që vajza jote është me universitet mes Londrës e nuk i mungon asnjë gjë. Çfarë duhet një djalë shqiptar i pakulturuar, ndërsa po të jetë një djalë me horizont, që e kupton dhe ecin dorë për dorë, nuk ka pse të mos e bëj. Por ndodh kjo, mendoj unë. Njehesh me një djalë, vjen ajo koha e njohjes dhe shumë shpejt kupton që nuk është njeriu i jetës tënde. Jo se do të mbaj, se askush nuk të mban, sot gjithkush mban veten. Por nuk di të respektoj për atë që je, për atë që ke. Pilo, dhe nëse sonte duhet të marrim diçka me vete nga kjo bisedë, le të jetë kjo. Mos kërkoni dikë perfekt. Kërkoni dikë të vërtet, sepse në një botë ku gjithçka ndryshon, dashuria mbetet vetëm nëse dim ta mbajmë. E tham dhe pak më parë, Alma. Ndoshta nuk është e rëndësishme se ku e kërkojmë dashurinë. Ose nuk mund të them ku e kërkojmë, po ku na bie dashuria, si dhuratë. Por duhet të kuptojmë sa të gatshëm jemi që ta kuptojmë këtë dashuri që ka ardhur, sepse në fund të gjithë duam po të njëjtën gjë. Të ndihemi të zgjedhur, të ndihemi të respektuar dhe të mos ndihemi vetëm, edhe kur jemi me dikë. Ju falenderoj që ishit me ne, sepse këtu ne nuk flasim vetëm për botën, ne përpiqemi të kuptojmë njeriu. Ne jemi në minutat e fundit, Pilo, dhe falenderojmë Anila Kodrën, Sara Kason që ishin këtu me ne në dëgjim dhe na komentuan, si dhe të tjerët që na kanë ndjekur, ose që do i shikojnë sepse është në YouTube patjetër. Të falenderoj edhe ty, sepse tashmë ne jemi mësuar të kemi këto shkëmbimet e opinioneve, dhe edhe kjo është një gjë e bukur në fakt, pse jo? Alma, ke të drejtë dhe ne mendojmë që ky emision duhet të jetë pedagogji për ata që e shikojnë. Sepse temat që kemi kapur temat e fëmijëve, që po i rritim vetë, apo që i kemi rritur, po kapim temën e dashurisë, të përzgjedhjes, siç ishte sot. Kemi zënë temat e xhelozisë, që janë temat të tjera. Pra, kemi gjetur tema sociale dhe në qoftë se nuk jemi të qartë, të bindur dhe të saktë
në anën sociale të jetës, nuk do të mundemi të kemi as një dashuri të pastër, as një familje të pastër, as një shoqëri të pastër. Sakt. Edhe unë nga ana ime i uroj miqtë tanë që na ndjekin për një natë të mirë, të qetë, dhe mirupafshim në emisionet e ardhshme që kemi zgjedhur për ta, unë e ti që kemi zgjedhur për ta. Natën e mirë dhe javë të mbarë nga unë Alma dhe Pilo Zybë. Natë.